Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për atë temë e cila është aktuale, për investimin në Zvërnes, por edhe për protestat që janë duke u mbajtur në Tiranë. Me ne është bashkuar ish deputeti, zoti Kujtim Gjuzi, mik i podcastit. Zoti Gjuzi, faleminderit shumë që jeni me ne. Që në Çipërisë mesme, në dy edhe unë s'ta pranoj ish deputeti, po deputet i legislaturës 9. E pranojmë kritikën si jo, gjithmonë ku vjen, është këshillim. Ku vjen nga. Po ndoshta me që jemi këtu me një ambient luksoz, besoj të kapi emocione, mu më ka kapë në këtë rast. Keni shumë të drejtë. Zoti Gjuzi, protestat shumëta, kush fshihet pas protestave, kush fshihet pas këtij projekti, çfarë po ndodh më saktë? Në çdo moment që ka protest, ka shërbime. Shërbimet mund të jenë pro-euro-atlantike, tani duhet ta ndajmë pa këtë, mund të jetë pro-amerikane ose pro-europiane. Dihet që Europa u nda në momentin e bordit për paqe të udhëheqësisë presidentit Donald Trump. Këtu u nda Europa, se e la vetëm. E la vetëm të mbrojë Izraelin. Njerëzit thonë do vinë izraelianët këtu, nuk ka shanse. Pse nuk ka shanse? Se ka logjik. Dhe logjika thotë që varri i Krishtit është në Jeruzalem apo jo? Çfarë do bëjnë ata këtu? Kemi ne varr Krishtin? Po, këtu kanë kalu, Shën Maria, Shën Gjoni, Shën Pali, Shën Gjergji, Nuk e di, Jezu Krishti ka kalu apo jo, po s'kam ne kështu informacion të thelluar përveç legjendave. Atëherë, si mund vinë këtu izraelianët? Ata e vëllezërit tanë, ne kemi marrë si vëllezërit tanë. Ka marrë me të zogi parë mbretit shqiptarëve. Protesta thoni jo? Do dështoj protesta. Por ka një kusht protesta brenda ndështim, sipas atyre njoftimeve që kemi ne. Ne nuk jemi në konspiracion të plot, megjithëse unë jam kryetari i Partisë Konservatore. Po dikush pa qenë, ose duke qenë deputeti i legislaturës 4 në ndjenin time, se 3, se 4, se kam iden, po su bëm më i legislaturës 5. Mund thoni jo, po edhe jo su bot i legislaturës 10. Po unë gjithmonë kam marrë notën 9 në matematikë dhe në fizikë, edhe prandaj ndoshta ngela tek nënta ime e hershme. Ku ti referoheni zoti? Pra, nuk kam qejf me thonë emra, se unë s'kam frikë me thonë emra. Po kur dikush kërkon me dhunë të kthejë referendumin se do të bëhet president dhe të Remenja me u bë president, po ka dështu pra ke thonë Republika. Po dështoj Republika herë 2, 3, 4, se s'dum të referohem me zonjave, në 5 dështime është e vështirë me bo kalamaj tjerë. Pra, zoti Gjuzi, për ta kuptuar qartë si ne si publiku, një person, një kolegu juaj dëshiron të bëhet president. Përfaqësues të djathtës të dalin në revolucion, ku përmendet emri një kriminali, se këtu jemi edhe pranë sheshit, domethënë, të Rustemve, që ka vrak kryeministrin e Shqipërisë, Esat Pash Toptanin, dhe ti del atje, çfarë djathti je ti? Çfarë konservatori je ti? Sa hajtë se po ta liroj vendin më, hajde mere Partinë Konservatore. Po të dali ky me avokatër të cilët nga Partia Ekologjike, me gur, pa gur, me tulla, pa tulla, me balt, pa për balt, e të thonë nga Partia Ekologjike bën Parti Konservatore, do të thotë bën përçarje. Kur ti bën përçarje Partisë Konservatore apo pjesës demokristiane, ti si europian. Po çfarë je? Ti je iranian. A kemi lidhje ne me Iranin? Këtë du të thonë studiusit. Se Teheran, Tiranë është afër. Është afër. Po ata thonë, e vum emrin Iran, ne, se ne në fakt e kishim Arian, po i bishit Racarian ne jemi ne. Dhe ata, kështu thot Aliu këtu në Manz, kryetari bashkisë të emigrantëve Ashraf 4, që mos të gaboj, të jem shumë i saktë sot. Se do t'i referohemi orës vieneze tani. Herës pari tham ora Euro-Atlantik Zviceriane, patë. Kësa radhe jenë në vjenë, ju e patë besoj se si ishte nga mrapa. Do të thot, këtu është ora vieneze non-stop, del djeli sot, në mëngjes ikën në darkë vjen nesër prap. Se u asollën pikërisht sot këtë orë, zoti Gjuzi, çfarë mesazhi? Po tani mesazhi është ky që ne biseduam më për të ardhur. Se këto teorit 4G, 5G, që lëvizin do më thonë. Unë fizikën ka pas 9, si që thash. Është një forcë madhore lëvizse. Forca madhore është anti-Trump në këtë rast.
Si do vinë izraelitët këtu? Po, le të vinë. Dhe pse duhet vinë? Nëse Irani vazhdon me sisteme raket me i bombardu, ne do t'i ndihmojmë. Dhe ne na ndihmuan kur na sulmoi Miloševiqi, apo jo? Ai majtëm këtu ne emigrantët. Emigrant themi, po, derisa kemi 2 shtete, jemi ndryshe. Jemi një gen, jemi një gjuhë, jemi një etni, jemi një bashkësi, por atje jemi ndardani dhe sot kemi 2 shtete dhe i kemi Woodrow Wilson. A është ky që njeh Shqipërinë shtet? A është ky që thot, jo, ju po bëni gabim që të coptonin Shqipërinë dhe ndanin 5-6 shtete, kur ne të kemi fuqi, do të vendosim me veto ribashkimin e tyre. Kosova sot kishte zgjedhjet, po këtë mund ta trajtojmë në fund. Sot është e hënë, pikërisht është certifikuar rezultati. Pra dje. Pra nesër. A jemi në ditë të zgjedhjeve, se duhet vinë edhe votat nga jashtë. Woodrow Wilson i pari. I dyti zgjat shumë. Ky është Richard Nixon. Ky thot Josif Broz Titos. Kosovën e du republikë. Jo, i thot ai, se zemëron serbët. Do ta bëj krahin autonome. Okej, tha. Republik 25 miliard dollar, republik autonome, krahin autonome 14, ja ka çu 19 miliard dollar. Në fund ka paguar 25 miliard dollar. Ishte Jugoslavia. Ekziston më? Jo. Pse? Se fundit që u shkëput ishte Republika e Kosovës sot. Dhe ti e Mbappé kush je ti? Ha? Ti djali i shoqërusit të parë Josip Broz Titos. Ha? Apo ja? Okej, do shifemi. Pra, kemi paralajmëruar këtu që do të binte me 5 deri 6 mandate, tash unë ju kujtohet? Ka rënë 7 me 8 mandate, është i 9 në lëkundje. 51.3%, 22.7.8%. Ajo thash që gabimi ishte e një Osman Leshe, se më pyetët për një Osmani. Apo jo, para se të fillonte podcasti. Osmanët janë Osmanlin gjithmonë, dhe aty e ka detyrim Erdogani të mbrojë. I ka Osmanlit e vetë, sikurse ne duhet të mbrojmë shqiptarët tanë në Republikën Turke. Që të kenë të lutem të mbroj, që të kenë universitet. Mario, më falë, unë ti e pe, kanë qenë malsinë e madhe, kemi bërë barin e librit. Pse se bëri kryetari i bashkisë atje? Po e bëm ne. Pra, nëse në Tiranë kemi revolucion për vrasje, thirrje të turmës, si Haxhi Shamil, për të futur në burg X-in Y, Sali Berisha ka bë burgun, 11 muj burg. A do shkojë Edi Rama në burg nëse nuk shkon president? Po, 100% si Ilir Meta. Dhe ju e dini që unë kam thonë Ilir Meta do shkojë në burg në parlament. Ai ka qesh, sot është në burg. Keqardhe, le të dalë. Se ka bot 16-17 muj burg, Mario, 17 minuta me majt ku ti ngjuzin burg, nuk dihet çfarë bën në burg. Mua shumë da mund i bi murit burgut për ca thonë që të vënë sfingjer atje, se di ata thonë speciale, ose të lidhin skafandër në gogë. Ata që lidhin skafandër nga emra. Atëherë çohet fjalë drejt zakonore. Pra funksionon dhe drejt zakonore. Kush je ti që zbret në Zvërnec dhe më thumu unë jam me mbiemër që se kishte emrin ai? Struga, di ç'do të thonë. Strug do të thonë është një metal që strugon drasa, po pse më dras që e ka komsia shqiptare. E delti atje? Ja. E kujt është toka atje? Grekët thonë janë toka jonë. Tani unë s'do më hap telefonin, se po të nxjerr 17 principatat që ke gjinë bëjë shpatash fundit në Athinë. Nëse do të jetojmë këtu me grekët në paqe, ju besoj dini që unë jam greqisht folës. Anadollak jam në gjuhën e tyre, se s'është gjuha jo. Është një së mrapa, një së përpara, një nën mes, ashtu të flas 5 gjuhë të huja unë, se dalin nga shqipja. Nga kultistja, nga evranishtja, nga greqishtja, nga helenishtja, edhe gjuha shqipe. Donald Trump thot Shqipëria e madhe, financiare thot. Ku? Në Zvërnec. Pse se ke bërë deri tani? A i dini ju që baba im ka qenë në tokën e Gjenjës dhe ka punu atje? Dhe të reqerekun e tyne që i thonë, si i podje i thonë grekët, me gjithë thashat e punë e grekëve. Aty në kanaleve, ose vrimave turithit. Unë i di se ku janë. Edhe Sazan. Po mirë, pse se ke bërë Sazanin ti? A i kishim ne me 5.000 njerëz të banuar ushtarak atje? Pse se bëjtëm ne? Kush e ka përgjegjësitë?
Normalisht, përgjithësi, ka dhe doktori. Se Sezani shkërmoq në 97-ën. Ne bëjmë thirrje nga Tirana, nga televizioni shqiptar. Do ta them unë këtë Mario me 23 shkurt të vitit 1997. Tash kujdes, shkëlqësia juaj president, se ti në televizionin kombëtar, zyrtar, shqiptar, dhe ti do flasësh aty si një zyrtar i ershëm. A duhet të dalin ato në shqitje? Po nuk të lejon ligji ta shesësh. Se e ka, nëse ti do të blesh një tokë, do paguash para, detyrimisht do kesh një vendas, një shqiptar do ta kesh në përqindje të fitimit, që do të thot asamble ortakësh. Prandaj është kastrati atje. Kjo është pa qëllim. Po pse e mendoni ju që ky kastrati që është i hasit, ky mund të shesi gjë, mendoni ju? Ku do të çojë në varr do i marrë me vete? Lajm për ju. Aeroportin Nën Tereza do ketë një kështu. Super e madhe. Se s'du me i thonë gjithë. Pra, ata që thonë Shqipëria po shitet janë mashtrues si Haxhi Qamili. Po çfarë bëri Haxhi Qamili? Haxhi Qamili bëri kryengritjen fshatare. Po këta aty në protest, sipas meje, ka një 50% janë të shiturit e të blerët. Nga imamët e xhamive. E kam thënë këtu ke jo, s'mund ma marri Edi Rama mu këta. Edi Rama më thotë që doj tani. E kam thënë ke ju që kisha ftesë në Republikën e Iranit apo jo? Sepse i thash Edi Ramës ki kujdes, mos e përzen këtë formë ambasadorin apo diplomatët, se dikush do të bëjë dëm, qofse ti e konsideron që si bën dëm atij ai që dëm, që i ka heqë ambasadën. Apo jo? Zoti Gjuzi, ju përmendët iranianët, ka pasur pretendime që ata kanë qenë pas protestave që po zhvillohen, është e vërtet? Të vërtetën duhet ta gjej SPAK, BKH, Shërbimi Sekret Shqiptar. Ata duhet të interesohen. Mos harroni, profesor doktor Olçi Yazexhi është antar i Akademisë Konservatore. Me sulmet e fundit kundër amerikane, ne kemi antarnderi, ja kemi hequr certifikatën antarnderi. Po ai është antar, se ka marrë pjesë të paktën nga 17 takime, në 7-8 takime. Në 2 palë zgjedhje ka qenë një herë, ka kryesuar listën Elbasan. Në kryesim, par 2-3, më kupton? Se s'ka informacion ai. Ka informacion. Po pse erdhi pikërisht në Tiranë para muaj gjysmë të takoj mua? Dhe unë erdha ke ju dhe thash, ki kujdes, Edi, bo të fjalë për Edi Ramën. Ki kujdes se mund të bish në ngrohtë. Presidenca është vend i ngrohtë. Si thot ai filmi me general, do zgjidhni tha më mirë shtratin e butë të sinjora Pertinit tha apo qelit ftohtë. Ka njerëz që zgjedhin qelin e ftohtë. Zakonisht e bëjnë idealistët. Unë nuk kam pa në një aty, përveç Lubonjës, i cili megjithse ka qenë qelin e ftohtë, i biri Todi Lubonjës, drejtori i televizionit në dijenin time, ka bë burr kot për babait të tij. Po të dalë Fatos Lubonja me 3 gishta në Vlorë, s'kisha për t'ja fal. Se atë e ka fal burgu i tij, 17 vite burg, Mario, shumë. Por tani, kur kalon 70-at, është tërt mërt. Unë shqyr duhet 3 vjet. Edhe unë po shkova 70 mbrapa, mos më merr më në studio, çat duhem më këtu ty. Më kupton çfarë them? Dhe del atje, po ai ka impakt. Pre ati nuk dalin pak njerëz aty, mund dalin 1000 veta, 2000 veta. Del edhe ai tjetri atje që thashën se këtij tjetër s'do më dhon emrin se ky ballist ky, edhe një hatër atje ka Limadhi të Zef Shtjefnit e këtij Gjanës e Ylber Valtieri dhe një hatër këtu në thonë Gjuzo ja buk me ne, po si pse ne shavet i ne atë ballistin ton. Ai ka gabu tani sa dhe ai më duket se ka kaluar 70-at. Do kujdes. 8 revolucione, Haxhi Qamil kena bone këtu. I ke numëru, pëse i ke pak e faqja ime. Se unë atë kam, që mund të shkruje. Nuk kam fuqi të rrijem me njerëzit. Deshëm në rafu më vjetë apo s'deshëm? Po përsa deshëm në rafu? Se unë isha në gojnë e kryeministit i Drama, një lule e vetë me tha, atje të opozita, që u të këtë mëgjuse, mustajit dhe ati, dhe këshu, nuk
ka një merak që ka shkruar në libër, faqe 49-50, po do me përmend atëherë për gjithë Berisha. Ky Mustaqilli është me mua, se ka pas gjyshin Berisha me mustaqe edhe në një farë mënyrë, unë e meri se Berisha, po thotë, ky si gjyshin, po më duket se këta mustaqe majnë fjalë. Ja ka marrë fjalën apo jo? I kam thonë se Berisha unë Skënderbeu kush i ka thonë. Eliza Spiropali ka kopju prej nesh, ne i kemi thonë, 97-ën. Pra këtu, a kanë lidhje këtu njerëzit ke rruga Elbasanit? Tani, unë se di atë punë, po, një vit e gjysë e harxhoi shkëlqësia i Donald Trump. Edhe 4 vjet na i harxhoi, po në ata 4 vjet çfarë ndodhi? Ne u bëm deputet, ne konservatorët, dhe ne votuam reformën drejtësi, apo jo? Kishte ngecë reformën drejtësi nga 2016 deri në 2019. A kishte ngecë? A shkum ne votuam. Pra si pas kemi në informacion, si s'na jepin në informacion. Dhe informacion e kam dhënë në media tjetër, po ndaj me ju. Melania Trump është me origjinë shqiptare. Nga Gjakova. Më mirë të vija të botë mërtnesh atje. Se jep njëri ju shëllën. Ma vetë. Në qofë se ju pastaj, grupi trimve, Gjenerata Z, donit në fusti ne, të vjetërve në varë para kohë, po në modë fort, ne kena jetu. Ne e prum demokracinë, ne kena bëhë Republikën e Kosovës. Ky është vënd i shenjtë për Europën. Është vënd me 77% të emrave kristian. Kush jeni ju Muhamedan atje që më dini atje? Ju kujtoni se jeni ju Muhamedan se unë që më vjen ftesa nga Republika Islamike e Iranit për të vizitu Iranin dhe Gramozrushim thot, unë të këshilloj të mos shkosh, ti jeri vetë çavan. Pra i Gramozi, më i keqi për të gjithë. Kush jeni ju që bërtiskeni atje? Vrasje, degje i Izraelit, kush jeni ju? Kush jeni ju? Ata që thonë vrasje, degje i Izraelit, ata janë kanibal, me marrë shtetin, ata marksista, bëjnë më keq se diktatori Hoxha, i cili më ka vra gjyshin. E nëse unë jam i ashpër, i egrë në herë, nuk e kam 100% qytetarin, se mungon 25% edukatës gjyshit, se jem rrit me 2 gjysha dhe i gjysh. Kjo koncept qytetar. Si morën protest merr ti fëmijët? Kush je ti që prish konventën botërore të sigurisë së fëmijëve me pas qenë 2 ditë kryeministër, vajza ime atje kam pas me i marrë djalin me aqun shërbim social. Vajzës time, imagjinoje se po e kaperen tani, që të më shohin gjithë domethënë. Vajzës time ja marr djalin e aqun shërbim social. Se nuk e ke djalin sklavin tënd. Nuk jemi në shoqërinë sklavopronare. Megjithse ne si kombi kemi kalu të gjitha nga bashkësia primitive, kemi rëtnesha dodona e Teuta e inshallah po e bëjmë këtë Melanin. Me letra po. Ne e kena kërku si Akademi Konservatore. Po. Po Ivanka, kur të njofë Slovakia, Republikën e Kosovës, Ivanka jo të marrë ishullin. Po të thot nuk du të hy asë njëri këtu, edhe t'i kutim s'ke për ty. Po mu ma lejon ligji me hy, nëse jam deputet. Apo jo? Si u shit ka? Ku shit ka? Ku? Mu më lejon ligji të shkoj në Ankara, ti them presidentit Erdogan, du universitetin për 5 milion shqiptarë. Do ta bëj, do vidi, do ta bëj, këtu do jemi. Ç'a pyetje kishe tjetër se? Zoti Gjuzi, fakti që një investim nga familja Trump vjen në Shqipëri, 2 investime më saktë. Çfarë fitore është për Shqipërinë? Çfarë pamje jep në nga ana financiare? Nga ana financiare është skandal ta humbim. Unë jam ekonomist me profesion. Nuk shitet ishulli se kena General Suleiman Abazin antar deri të Akademisë Konservatore, e në grupin e gatshëm që ju si u shkon meni atë ku shkoj. E dini mu keni ju, e dini Niklën se ç'atë bën. Për 100.000 lekë fajde ç'atë bën. Imagjinojmë shit ishullin. Nuk e merr njëri ishullin. Ishullin ne e kemi pas me Ali Pashajn, e kanë marrë francezët, e kanë marrë grekët, e kanë marrë italianët, e kanë marrë anglezët, pastaj me të drejtë na ka taku se na takon ne. Edhe çamëria na takon ne, po jo me luftë, se imas te gjitonis. Ele are Mitsotaçi, katalaves dileme. Pra ti flasim çik ti. Ha? Ore ti që e dëndur në raki atje, raki kocimare ti, do dendjas. Sa dhe këtu me bo kryeministri tonë presion tjera. Ha impresion kollane. Po që puna kryeministri është i gjithëve këtu, nuk ka kundërshtar kryeministri çyke 100 lekë që më ka fitu e deri më sot sa ka kujtim Gjuzi. Nuk ka njëri tjetër se borxhi gjë e madhe, Mario. Borxhi gjë e madhe.
Ai më fetoi bastin. Nuk e prishim me një shokët, ne na u prishjevi, prishim grupin. Çfarë do me prishu? Qeverinë po. Qeveria të bëhet qeveri tranzitore. Po. Edhe me ata që janë nacionalistë ka atje. E tham që një 50% që atje janë horra qorra. Horra dhe qorra. Janë aty një 10-20% që nuk e dim pse janë aty. Shumë mirë që janë aty. Shumë mirë. Po janë një 30% tjetër pastaj, që këta janë ku janë parat. Hamolso, si tu? Ha? Ta them ofertën sot apo ta le për herë tjetër? Po fol edhe një herë kundër Donald Trump edhe Izraelit, do t'jap në media ofertën, ose hajde mbrit ose mprit. Çfarë dush, Olci, o profesor, doktor. Titullin e nderit ta kemi heq nga akademia. Nuk e kërcënova, i thash se çfarë duhet të bëj. Le ta shajë dhe herë Trumpin. Le ta shajë dhe herë Trumpin. Kam ngrënë bukë me ta. Kur ha bukë me tjetrin, nuk mund t'ja vesh prangat. Do ta sinjalizosh me drejtë zakonore. Pastaj mund të shkojnë pranga. Jo ai, po ja 10-15 aty që shqyr zotit që s'ka not çfarë tha Berisha, kujtim që uzi kryeministër. Edhe Edi Rama tha, okay, s'jam kundër, tha, po unë jam më i mirë sa ajo vetëm. Unë jam vetëm edhe, unë kam 4 kalamoj, more. Çfarë? Ku ti thu vetëm ti? Apo s'kishe informacion durët, kishte rrejt kush, Taulanti, ja? Po dhe këtë s'mund të shaj se ky ka emrin e fisit Taulandëve, si problem ke punë. Zoti Gjusi, me këtë projekt sa pranë Amerikës do jemi? Neve kemi pasur marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sa pranë do jemi? Nixon, kush gjudi në Beograd? A gjudi Bill Clinton? Kush erdhi në Tiranë me datën 10 qershor të 2007-s? Erdhi George Bush. Po pse më zgjodhi pikërisht datën e lidhjes Prizrenit? Pse s'erdhi më përpara ose më mrapa? Erdhi George Bush pra, për thënë sot Kosova shtet. U bë apo s'u bë? Pas këtij vjen Barack Obama. 10 miliard dollar çmontime, ne që vim nga sistemi ushtrisë, që i dim sa gjëra. Ne dim që armët duhen të çmontohen të paktën një herë në 13 vite, të rinovohen, fishek, edhe armët duhet të rinovohen, të pastrohen, të rregullohen. Si puna makinës, po kaloj 13 vjet do një remont kapital. Kështu janë edhe armët. Dhe ne do vinin të armët kimike këtu dhe janë pikërisht ta njerëz që kanë qenë në Beograd. Sazan. Do të çon deputetja. Na? Ti edhe disa tjerë, se s'du të them se ca i kanë nipash drejtje more. Dole dhe tha që ishte kundër armëve kimike, e vut në presion kryeministrin, i futi dhe i dorë doktore aty. Ja çoj doktore aty, se i vinte i natë. Edhe na hoqet 1 miliard euro në vit, 13 miliard euro sot, 13 vjet, nga tetori i vitit 2013. Fabrika do ndërtojë në malin e Midës, mbi lartësinë ku nuk ka më njerëz. Këtë na e morën francezët. Kësa radhë du në me morë grekët, 4 miliard. Pra i bi 3.5 e 10 miliard gjithë. Hikën dëmë tani. Kush ka kohë të merret me ne ditë për ditë? Ai ta thot cop, Shqipëri e madhe financiare. Ti thu Shqipëri madhështore, pse se thotë financiare? Se ka merak doktori, se ka qenë shkup kur ka thonë nga prefesa në Leqë Totit, nga Tivarin, manastir, tanë shqiptarët me qenë bashkë me u bë Shqipëni e lirë. Këtu e mori Angela Merkel e Sorosit, doktorin tha zhduku, dhe të fuzim dhe në burg. Edhe këta thonë, ky burg ai burg. Ora nëse ka bë kujtim gjuzi gjë për burg, nuk duhet bëj burg, çfarë ato? Disa jago atje. Zoti Gjusi, është e vërtetë që për këtë projekt janë bërë xheloz edhe shtetasit grek, qeveria greke dhe qeveria e Beogradit, e Serbisë, Vučić pra dhe Mitsotakis? Kur kam taku një herë Mitsotakisin e vjetër në vitin 92 ka qenë duket. Ose nëna këtij Mitsotakisit të ri ka qenë shumë e bukur. Edhe bjonte ajo dhe unë atëherë i ri, e ke parasysh më mos ta jetë zeza ajo si tani. Vishim një takim pune. Nikola Taklamburi, nëse do ti kryeministri i Greqisë, po të them tash i dajon tënd. Inshallah është gjallë Nikola, se ka qenë një 10 vjet para meje. Duhet të jetë gjallë Nikola. Ma përshëndet pak. Çunë tezës, Si tha Nikola? E mas imeste
Arbanos, jo Alvanos, se Alvanos e bën ju për poshtrim, si që them unë Jago Jorgo. Po më thatë ashtu, jo po Vorjo e Piri, qa Vorjo e Piri mëre, Shqiponja Vorjo e Pirit, ajo është Alipasht e Pelenës. Ku t'ja të regoni ju Shqiponjën bardhe blu, doni me na mor ju ne? Po le e ma e flamurin e te, Shqiponjën e ke pas flamur, jo, ke pas kryqin, atë ke zjedh shtet ortodoks, nuk të themi gjë. Na ke ndimuar, të kemi ndimuar. Na ke vrarë dhe heqër nga froni Alipasht e Pelenën, prandaj ishte simpoziumi këtë vit. Priteshin këto zhvillime, ne kemi bisedu bashkë. Dhe unë pyetë edhe herë. Nëse shtetasit grek, qeveria greke dhe qeveria serbe janë bërë xhelos për projektin e familjes Trump në Shqipëri. Ja çfarë thot Papandreou. E mas imas të gjitonis, dhe në thellën në paros e mia Petra si në Albanias, dhe në thellën në dhosës e ena Petra i që. Kjo e që nuk është në kuptimin e keq nga greqishtja, po është Shqip, e në i futi së e janë e këne dhe e këta. Ju e kuptut besoj, edhe ju që jeni shqiptar, këtë që thashën në greqisht, do me thonë, ku o gjojë greket, du qa vjen është. O qirje mi zëtajës, as du me të thonë greqisht që ta morësh vesh Shqipti, ta morën vesh e këto qamë të mi. Do i kthesh ato varezat e qamëve ti shoku atje? Ato pronat atje, me 378 miliard euro borgje? Ndryshe, do të vi rradha ty. Prandaj u Trump, prandaj ti na bën këtë punë. Na bje autobuza këtu. Sille autobuzat për turizëm. Mos na fut në gjak, se ke kalamaj. Edhe ne të mungjes jemi problematik. Pa le pastaj po të vim ke tiranët, ke vrasësit. Pse do mu vra me ne? Boll na vrave Alipasht e Pelenën, me Marko Boçarin. Edhe ato bubulinat që i kisha ato. Që i pagove. Kush i pagoj? Oto Gjermani. Ore, mos ka pagu prap kjo Oto Gjermani se ka i natë me kryeministrin kë. I ka thënë ik. Në fakt i ka thënë ik. Doli tjetër Gjerman atje se del në veta i deputeti, ha? Pa i thonë kryetari i partisë, Krishtian Demokrate. Del ai më thonë se i Tiranës do ta bëjmë ne kryetar të PD-s. Ore, Tiranca, po doni më bë kryetar të një partie politike, do t'ja lçoj Kujtim Gjuzi, Partinë Konservatore kur doni. Partinë Demokratike e kena mbi lumin mat. Pik, marroj. Dhe gjëzë edhe një pyetje të fundit, duke qenë se do flasim për rajonin, ju e cekët paksa, si e shikoni rezultatin e Kosovës me zotin Kurti që nuk arriti të marrë shumicën përsëri një ngërç? Nuk do të flas më se jam Nostradamus, thash që do humbasi 5-6 mandate, i humbje. Albin. Presidentin Ramush Haradinaj, se i dorëzoi partinë një katoliku. E kuptove kush ishte Ramush Haradinaj? Luftëtar po, edhe partinë dorëzoi. Nuk kam bisedu me Ramushin, se mund të keni pa një fotografi me Ramushin ju. Ramush e luftëtar, është tjetër gjë Ramush, është revolucionar ai. Po i takon, ka vëllezërit e vrarë. Ose, nuk them, bëjnë edhe atë të shpisja sharave. Vjosa Osmanit, motor, të kam dhuruar stilolapsin, nuk e punë moti me presidencën atje. Ti po, për kryeministre, për kryetarë kuvendi, për kryetare, që e kaj, Lumir Abdigjiku e kaj? O Lumir, nuk e fituti, ka fitu Vjosa, i rriti për qindjen, i dha 3 deputet më tepër. Okej, s'ke fituti. Ndërsa LDK-ja i ka djem në Hag, se ka faj njëri, mos u ullë që me Vučićin. Unë s'jam ullirë, kem qenë Vjenë. Kujtohet që kishte mrapa kjo ora? Në Vjenë, që kam bo unë, unë jam i rizë, ishte i ri atërë, 99. Dhe që ke botja, gjyshi jëtë më ka vra, gjyshi më ka prej me Kosore. Mal Petrelës. Që të jo po se kam bo unë. Që më duhet më? Pra, kur e bëni veprime, Edi Rama e bën dhe për mua, e bën dhe për ju, sidomos ju grupin e trive. Po unë kam kalamajt si puna ju. Debati natë më shpi, se njëre nga kalamajt, ta unë do ik atje. I thash, ik e të shofim. Ha, dhe që bën. Shkoj këtë gjuka, unë s'të bëgja. Shkoj këtë gjuka dhe të heq prindrimin. E kam drejtën time me heq prindrimin. Nuk më bindet fëmija, më del jashtë kontrollit, nuk du t'jem më babaj i X-it Y-it. Gjukata le të vendosë që doj, unë e bëj kërkesën. Pastaj e ka gjukata ndora, do prova fakt dhe më the, tash. Ditën e tretë më tha, kishe drejt bab. Ha, i thash i peo zhallarët atje, e pesi mu më kalamane atje. Më marrësh mu, ti nipit, kush i ti që e mërë nipin tim? Noelit më marrësh ti mu, Kristianit më marrësh ti mu, ose mbesat e mia, se mbesave s'ja them emrin, se janë vajza. Ato të marrësh ti, kush i ti që do më marrë ato? Ti e nëna, po shumë mirë. Kujdeso, ndryshe, shërbimi social, shkelur konventa, të gjithë ju
që keni marrë kalamajt atje, pas kësaj që themi sot, në radar, do t'ju lutem shumë mos shkelni vendën për drejtat e fëmijëve, se po flet një njeri që është antar i konferencës Vienës, Bukureshtit, Ishtja Napoli, në Itali, Bari dhe Thesaloniki e do, greqisht e do t'i Mitsotaj, s'po të them moca tajës, s'na shko kjo punë, se një gjëndë italiane dhe thonë, se dhe në italisht, një lhatëri dhe asaj tjetër, se se mu të rëston, mos i nxirrni kalamajt atje, bëni që të doni vetë, rrini atje. Bile s'tu japi këshill, doni me rëzu kryeministri, nuk po. I grup 200 vetë rrini aty, mos lëvizni fare. No, ditë kryeministri, në ditën e 99 do thot, hajde më merrni kryeministrinë, unë po ikim presidencë. Se do më ushtru faljen ai. A ka vjedha i moll? Qisa e molla Evës është kjo? Si që gjuni këta? Apo molla Shtrikës? Shqipëria e bukur dhe valla nuk është Shtrik, nuk janë shtrigune. Ne nuk kemi, unë nuk e njoh nënën time, Mario, për shtrigune. Unë e njoh dhe ajo 85 vjeç që thash do ikë kështu donona forta, mos e leni kombin të hynë vrasje, sa asaj është vrar babai 33 vjeç nga marksistët komunistë që ja ka thonë vetë diktatori. Prandaj qorrat dhe horrat. Molla është e kuqe nga jashtë, por nga herë është e kalbur. Kjo nuk besoj. Mario, ne mund ta presim këtë mrapa, më përpara do haj unë, se mund ta mendoni ju që mund të jetë edhe helmuar. Do kujdes. Keni kujdes, kur pini kafe, ju organizatorët, se unë nuk duhet që të vdisni ju. Po nëse ka një shërbim sekret që punon aty për shëmbjen e Shqipërisë në revolucionin e 8, mund të ketë dhe një kundër shërbim që mbron këtë vend. Edhe kundër shërbimi që mbron këtë vend është nga Mossadi, nga shërbimi të CIA amerikane, edhe normalisht shërbimi inteligjent britanik. Këto janë 3 vendet që ne na kanë bërë me shtet. Republika e Izraelit ka njoftë Republikën e Kosovës turp t'ju vi ju. Ndërkohë zgjidhen atje ta bëjnë vetë me unë jam për shtet palestinez. Marë, jam për shtet palestinez. Kur ka 2 shtete, konflikti është më i vështirë. Po ja na vjedhësh. Kanë 200 vjet që na vjedhin grekët ne, na kanë marrë qershën atje se dimne se si e bën, ë? Po kur e morën? 1833. 10 vjet mbrapa revolucionit. Revolucioni Marko Hoxhar, gjithë qefi mazë ka bërë revolucionare. Shkomër debil. Që jeni Robin Hooda, Robin Hooda të bëjë selfie, dhe mirë është tërmote i diram, sa bukur është tërmote, se pash është tërmote, kështu të bëjë selfie. Në Elbasan. Mirë për shtë rrezikshëm qaf krab. Ka thona me zogu, kthej makinën mrapshta, se këtu tha, filloku më u krujt pas zbrit në Elbasan. Po me zbrit atje, hejdi trimi madhë, vati në Elbasan, dhe bote selfie, e ke për mirë që shkëvesh ato flamurin që është e gjërë të Ylberit. Me sa duket ka kohë se shef Ylberin se nuk ka rashi. Ama e do. Për te të majtës dhe djathës. Okej, se thonë gjithë pse e ke morë, pa them për vete, se kam fillu të mbra flokët e qikmu, kujtim qerosin atje. Ti qerosi e vetë më burë. Unë maj me në flokë zeza, o thinja. Si dhe bëjmë, të ta urojmë mirë atë 4 kurrikun tani, se që do i urojnë Amerikanës bëhet fjalë. Po në e mbledh atje i pjesës orësit, e në bënë agent kundër Donald Trumpit, atë stana si gjokur zgjodh president. Ju kujtoni se ne shkruajmë letra, ha? Po ne jena shqiptare, kam detyrim të shkruaj letër zyrtarisht, si kryetari i Partisë Konservatore, edhe si Akademi Konservatore. Për çfarë thrasun atje fillon Meksin doktor profesor Shkrepcave, e thras kot e Piropriftin? A keni pa? Piroprifti, e keni pa çfarë thotë? Ai është i majt. Po nuk e kanë qenë gjithë, majt djathtë. Kush e sabotoi? Marksistët. Edhe do ti më bë kryeministër. Ti qor horr që ti që pagun studentët atje me i marr me vete, ha? Ki menë mësim edhe ti. Se unë jam pension, nuk bëhem kryeministër, se du kryeministër katolik. A më bova ki, ai kryeministër më thret për në këshill atje, mirë ju që keni bëhat punë. Që jeni të bë. Dhe Gjuzi, shumë faleminderit për këtë intervistë, faleminderit shumë për kohën tuaj. Woo!